Yugi Moto! Po! Të lut Yugi! Këti i the duelu! Po! Bravo Yugi! U tregove shumë i zoti në këtë duel Yugi. Po, mënyra se si u shfaqën të gjithë përbindshët e tu ishte fantastike. Toke këtu shoku. Ky ka qenë dueli yt më i mirë Yugi. Marik, I shizu, më vjen keq. e rëndësishme është që tani je mirë dhe u ktheve në gjendjen tënde të mëparshme, vëlla im. Ti je përmbushe fatin tënd dhe e mbarove misionin si një mbrojtës vari. Hej, motër, kjo do të thosë se ne të tre mund t'ja nisim nga e para dhe të ndërtojmë një jetë të re tani? Po, mendoj se ka ardhur koha që familja jon të jetojë në dritën e diellit, apo jo? Së bashku me të gjithë njerëzit e tjerë. Jam e lumtur që u ktheve sërish. Po ashtu dhe unë. Më falni shumë që ju ndërpres, por si organizatori i turneut të betejave të qytetit, mendoj se unë duhet ta përgëzoj fituesin. Edhe pse ti Yugi e fitove duelin fal dorëzimit të Marikut. Në fakt, nëse Kaiba nuk do të më kishte dhënë letrën që më duaj, unë do ta kisha humbur me kohë duelin. Ishte një duel i mirë. Si fitues, ti mund të marrësh nga kundërshtari yt letrën e tij më të rrallë. Ka të drejtë. Dhe së shpejti faraonit do t'i duhet ajo letër. E vërtet, Shiko se mos të jep letër falso. Faraon, përpara se të përmbush misionin tim të fundit, ju siguroj se të gjithë miqtë tu që janë dërguar në mbretërinë e errësirës nga ana ime lig do të kthehen. E po, kishte ardhur momenti. Shumë mirë e the. Faleminderit. Po, shumë faleminderit. Merre këtë, letra ime më e rrallë. Mos harroni se kjo letër do t'ju duhet, faraon. Dregoj me flatra i ras. Ne kemi të trija letrat egjiptiane të zotave. Por tani që i kemi në pakon tonë të letrave, çfarë duhet të bëjmë ato? Si mund t'i përdorim këto letra për të çliruar fuqitë e fsheta të faraonit? Na duhen të dhëna të tjera. Më dëgjoj, faraon. Kam edhe një detyrë për të përmbushur tani, përpara se misioni im si mbrojtës i varrit të përfundojë. Shikoni këtu. Sekreti i fuqisë së faraonit. Kjo u bë e çuditshme tani. Mos më thuaj mua për këtë. Këto shenja këtu kanë kaluar brez pas brezi nga familja ime për gjatë 5000 viteve. Na kanë mësuar prindërit tanë se kur faraoni i lashtë shpëtoi njerëzimin nga shkatrimi, kujtesa e tij u fshi. Por ai e dinte se një ditë do të rikthehej, ndaj duhej sërish kujtesa. Ai ja besoi një familje të vetme sekretin e tij më të madh, që i lësin për zbërthimin e mendjes dhe fuqisë së tij. Tani që ju mbani tre letrat egjiptiane të zotave dhe mozaikun e 1000 vjeçarit, ajo që duhet të bëni është të lexoni shkrimin në shpinën e Marikut. Jeni shumë afër. Hey Yugi, mos më thuaj që mund të lexosh vërtet këto. Do të përpiqem. Unë nuk i kuptoj fare këto shenja antike, por ndjej se tre letrat egjiptiane të zotave po përpiqen të më tregojnë se çfarë shkruhet aty. Prit pak. Është tabela e gurit në muze. Çfarë do të thotë kjo? Fuqia e faraonit mund të gjendet në këtë tabelë guri? Tani është koha që ne të ikim, faraon, por ju lutem të merrni këtë. Shkopi 1000 vjeçarit ju përket juve. Me ju ai nuk do të shkaktoj dëm. Faleminderit shumë. Urdhëro, merreni edhe këtë. Unaza e 1000 vjeçarit është më e sigurt me ju. Mirë pra njerëz, si shumë i zgjatët festimet e fitores, turneu i betejave të qytetit mbaroi. Kështu që, nëse doni të ktheheni falas në shtëpitë tuaja, ju sugjeroj të hipni menjëherë në avion, me keni të qartë. Nëse do njëri nga ju mbetet pas në ishull Kaiba Korpi, nuk do të jetë përgjegjës për sigurinë e tij. Pra lëvizni, nisuni tani.